Në një qytet të madh plot zhurmë, jetonte një burr me emrin Leonard. Ai ishte njeriu më i pasur në të gjithë zonën. Kishte vila të mëdha, makina luksoze dhe një biznes që i sillte fitimet çdo ditë. Por me gjithë pasurinë e tij të madhe, Leonardi nuk kishte zemër për të ndihmuar. Kur shikonte një të varfër në rrugë, kthente kokën nga ana tjetër. Kur dëgjonte për një familje që kishte humbur shtëpinë, ai mbyllte derën dhe thoshte: "Kjo nuk është puna ime. Secili duhet të kujdeset për veten." Njerëzit e qytetit e njifnin për arrogancën e tij. Ai gjithmonë krënoi duke thënë: "Pasuria ime është fryt i zgjuarësisë sime, jo i fatit, dhe unë do punoj dhe do ta kem gjithmonë." Por një ditë, një burr i moshuar i trokiti në derë. Ai kishte flokë të bardha dhe sy mjaft të lodhur. "Bir, kujdes nga krenaria. Kush mendon se qëndron lart, le të shikoj mirë se mos rëzohet." Leonardi qeshi: "Mos u shqetëso plak, unë nuk bie." Dhe ja mbylli derën. Por jeta ka mënyrat e saj për t'i dhënë njeriu të mësime. Brenda vitit, biznesi i Leonardit u godit nga kriza ekonomike. Një gabim financiar e detyroi të shiste njërën pas tjetrës makinat, vilën, kompaninë, derisa nuk i mbeti asgjë. Dhe në fund, kur humbi shtëpinë e tij, ai doli në rrugë vetëm me një valixhe të vjetër. Njerëzit që ai dikur i kishte injoruar tani kalonin pranë tij pa e parë. Pasi kaloi ne të ftohta dhe ditë pa bukë, Leonardi filloi të mendoj për fjalët e burrit të moshuar. Një zë i çuditshëm i foli brenda vetes pa e kuptuar nga vinte. Mos grumbulloni thesare mbi tokë, ku tenja dhe ndryshku i prishin, por grumbulloni thesare në qiell. Një mëngjes, një djalë i vogël u afrua dhe i zgjati një copë. "Zotri, merreni këtë copë. Mamaja thot se duhet ta ndajmë gjithmonë me të tjerët një copë." Leonardi e mori bukën me lot në sy. Ai e kuptoi se vetmja pasuri që nuk humbet kurrë është dashuria dhe bujaria. Nga ai moment, ai filloi të ndihmonte çdo që mundej, qoftë edhe me një fjalë të mirë. Pas shumë e shumë vitesh, Leonardi nuk u bë më i pasur si më parë, por u bë i pasur në një mënyrë krejt tjetër. Ai kishte miq të vërtet, respekt dhe paqe në zemër. Dhe kur dikush e pyeti çfarë kishte mësuar nga gjithë kjo, ai tha: "Është më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh." Pasuria e vërtet nuk është ajo që numërohet në llogarinë bankare, por ajo që lë gjurmë të përhershme në zemrat e njerëzve. Shumë mendojnë se pasuria është mburoja e tyre, por një ditë mund të zbulojnë se është vetëm një rër që të rëshket ndër gishta. Kur ajo mbet, çfarë do të mbetet prej teje? A do të kujtojnë njerëzit për atë që pate, apo për atë që dhe? Thesaret që mbeten përgjithmonë nuk ruhen në kasafort, por në qiell, dhe ato ruhen vetëm kur i ndaj me zemër. Prandaj, para se të mbyllësh derën për dikë që ka nevojë, pyet veten: apo e ndërtoj sot një pasuri që as vdekja nuk mund ta marrë?